masonik, prandaj kemi këtu. Por, gjë e më rëndësishme për një njerëz të ndeshëm, për një politikan të ndeshëm, është që nuk duhet bëj kompromis me fjalën e lirë, me dignitetin, me moralin e tij që përfaqëson, sepse po përfaqëson një komunitet të caktuar aty në parlament. Dhe nuk kam një figurë që më përfaqëson, se nuk e kanë nuk gjej dot, por më frymëzojnë të gjithë ata të rinj dhe të reja, dhe pata një shpresë që këtu përballë do kem një 3 ose një 3 që i ka dalë kundra kryeministrit, ministrave, ka thënë që më po i doli kundra, tani do të shikoj kisha për Partinë Socialiste, e kisha brenda partisë, e kisha brenda partisë, e kisha kundër partisë tënde. Shiko, jo, në momentin që gabim unë e kam bërë, në momentin që partia ka qenë gabim, shiko, të ftoj të ndjekësh të gjithë fjalimet. Ja ku kemi të rinj që i ka dalë kundra Sali Berishës, ja ku ke praktikisht do të mbaroj Partia Demokratike do të të ndjekësh fjalimet e mia politike. I lutem, të rritja njëri tjetrin me emrat që kanë, sepse Oresi po ti e di sa e mia politike nuk i bëjmë fres kryetarit, kurrë nuk i kam bërë. Dakor, sepse unë këtu përfaqësoj Desadën. Jam senator në Universitetin e Tiranës. Jam një vajzë e zgjedhur me votë me 21 qershor në 2024. Unë kam mbrojtur gjithmonë të rinj, kam qenë në protestë gjithmonë për të rinj. Dhe kur nuk i kam bërë fres as kryetarit dasmës. Unë nuk kam folur për problemet e vendit. Unë jam Desada, unë jam Desada. Po në emër të një subjekti, por ama për sa kohë që ne flasim Desada. Ne përfaqësojmë një ideologji e para. E dyta, ne përfaqësojmë një ideologji, përfaqësojmë një bindje dhe përfaqësojmë veten tonë, se ti kur dalësh nga një parti politike, unë jam zë i një forumi urinor i cili mund Desara Partia Demokratike gjërave që janë bërë. Dakor, sepse ju nga një lëvizje për universitetin u kthyet në një parti, sepse kryetari i partisë tuaj, jo prit, kryetari i partisë tuaj dhe ju keni bërë, ju bëni thirrje, keni ardhur në çdo fakultet, sepse në ditën keni ardhur në çdo fakultet. Jo, nuk keni folur për arsim publik falat. Ju keni bërë, keni shpërndar fletushka në çdo universitet dhe fletushkat ishin me link që të antarësoheshin të bëshin pjesë e lëvizjes për universitetin. Dhe nga lëvizja për universitetin, të gjithë studentët që ju i që ju i pan, që dolën, që ishin me partitë e tjera, ju i hoqin nga lëvizja për universitetin. Nga lëvizja për universitetin, unë kam vajza të cilat ishin, madje është një vajzë është e Partisë Socialiste dhe më ka thënë, Desad është senatore të shkolla ime dhe më ka thënë, Desad, unë aplikova aty dhe më hoqin sapo më pan që dola në një fjalim të Partisë Socialiste. Nuk është gënjeshtër, dakor? Është një vajzë në fakultetin tim të historisë dhe të filologjisë, e cila aplikoi te linku për lëvizjen e universitetit dhe në momentin që ju e konstatua që kjo vajzë ishte një parti të caktuar, ju e hoqët nga grupi. Dakor, po ju e keni hequr nga grupi. Do flasim pak për gjëra më të rëndësishme në Shqipëri, se sa universiteti dhe problemet tuaja një me tjetrin. Si një parti e vetë, nuk mund të shiteni si një parti e cila ka bërë gjithçka për studentët që kanë kundër protestës studentore, ka qenë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Më vjen shumë keq që keni ardhur në protestë studentore dhe keni prish protestë studentore. Ne kemi qenë kundër. Pak minimalisht jo mua. Se sa respektohet do tjetër për mua për protestë studentore nuk do ti. Unë kam qenë me megafon në këtë protestë studentore. Desada dhe Albina, Oresi, ju lutem. Duke qenë se flasim për mendimin ndryshe brenda një force politike, dua të di nga që ju jeni pjesë e strukturave të partive ku aderoni, se sa respektohet mendimi ndryshe dhe sa respektohet kritika që ju bëni ndaj, le të themi, e prorëve të tuaj politik. Dhe dua ta nisim nga ju si forcë majoritare dhe pastaj me radhë. Po, unë do të nis që nga Akademia Politike. Akademia Politike ka qenë një nga ato momentet që ti ishe përballë jo ministrit, po përballë personit. Dhe ne, secili prej nesh ka pasur drejtën e tij të thotë çfarë të doj. Askush nuk e ka censuruar. Edhe kur është shtuar në televizion ka pasur drejtën e vet të thotë çfarë të doj, nuk është censuruar. Ne kemi kundërshtuar raste të caktuara edhe brenda forumit, edhe brenda atyre mbledhjeve. Cilat janë kritikat më të mëdha? Për shembull, një kritik që ne kemi hasur ka qenë ligji për vullnetarizmin që ishte bërë siç duhet. Dhe më pas u formua edhe një herë ligji për vullnetarizmin. Po sot 3 kritikat më të mëdha që ke. 3 kritikat më të mëdha që mund të kem. Kjo nuk e di, do kem tagër në unë për dënë kritika se i përket kujt. Pra, nëse më thua për tagër për dënë kritika për kritikat që mund të jenë, besoj që lidhet më shumë e kam më shumë ne të rinj që atakojmë njëri tjetrin se sa duhet e kemi nga kritika ndaj qeverisë dhe projet e Dirama po thot, nuk po thot ndaj të rinjve se na fikson. Lutem Oresi. S'kemi nevojë për përkthyesur, na dëgjon. Po se kam minuta që po e dëgjoj vetëm Diramës po flet. Shqipen e kam gjuhën e nënës edhe po gjithë nënës e kemi. E kam të qartë. Thjesht, nëse do të thuash një kritik, për momentin unë s'mund të vlerësoj dot një kritik të caktuar,
përsa i përket një gjë të caktuar, se nuk e di. Pra, s'pun të tuash mua ti më cakto disa kritika, kur unë nuk mund të përcaktoj kritika se ndoshta se kam aq njohurisa për të dërsuar ca gjëra. Përmendur 17 fjalën kritik dhe asnjëherë emrin e Edi Rama tani. Do të përmend Edi Ramën, përmend kritik për Edi Ramën. Personalisht, 3 gjëra që nuk të pëlqejnë, që do doja ti si i ri të ishin ndryshe. Mendoj që duhet kishte pak më shumë trajnime të trimëve, pak më shumë ndërlidhje të trimëve që janë pjesë e forumeve, qoftë brenda forumit. Janë këto dy kritikat që unë besoj që i kam tentuar dhe vetë deri diku ti zgjidh, ti jap një formë zgjidhje. Kjo është një nga arsyet për shembull, ose një gjë që vazhdoi të mbetet akoma mendoj unë problem këtë gjithë partitë politike, është ndërlidhja e trimëve, qoftë edhe me. Okej, do ta thjeshtoj unë më shumë pyetjen. Cilat janë 3 ankesat që të vinë më shumë në celular? Ankesa ka pafund, tani njerëzit. Po 3 që mendon se ajo varet, unë punoj në Ministri e Brendshme, ankesa kryesore vjen për Policinë e Shtetit. Kështu që unë s'mund t'jap gjërat se s'mund t'jap një informacion caktuar. 3 ankesa besoj se dalin, për shembull, nëse ke një gjyshe në shtëpi, mund të thotë që shiko se unë s'kam pension të mjaftueshëm për të blerë ilaçet ose për të. Ankesë që mund të jetë, mendoj që është trafiku i Tiranës. Patjetër, është problematik. Tash që se keni lalin e thoni lirsh. Është edhe pjesa e transportit publik që mendoj që ka nevojë për përmirësim, pasi shikojmë që është transporti publik do ketë shpejti një tjetër institucion që do të merret. Tani që s'është Lali. Është një shah që të hapet. Po pra, tani që s'është Lali. Jo, Lali është akoma kryetar bashkie është Lali. Po është në burg. Po, kryetar bashkie. Ashtu që keni në burg më shumë se gjysmën e qeverisë. Po edhe ju kishit gjysmën e ministrave që keni pasur nga 2013. Pasur një kandidat ju. Ashtu siç keni të akuzuar Belinda Ballukun për aferën 50 milionë euro të tunit Llogaras. Po Berishën se keni zëvendës kryeministrin Arben Ahmeti të akuzuar për korrupsion. Ashtu siç ke pasur ministra. Po çfarë mendon për Spakun? Bëjmë pyetje. Tani dëgjoj. Jo, çfarë mendon për Spakun, se po dëgjoj. Megjithatë korruptuar, po më flisje për transportin publik, po më flisje për shqetësimin. Janë dy probleme që unë mendoj që janë aq minimaliste dhe janë aq sipërfaqësore për një të ri i cili jetë gjithashtu në kabinetin e Ministrisë së Brendshme që punon aty si sekretar, dhe në vend që të flasësh për problematikat që ka kryesisht Shqipëria, që janë papunësia, rrogat e ulta, problemet, aferat korruptive, njerëzit që ju keni në burg, Belinda Balluku, Erion Veliaj, Arben Ahmetaj, Lefter Koka, Vangjush Dako, pra ju keni frikë të përmendni këto emra, pra ju i keni në burg dhe sot aktualisht ne jemi përballë, kur unë t'i përmend këto emra, ti nuk do t'i përmendesh për herë të dytë. Dhe ti unë do të them, gazetarët të drejtojnë një pyetje, bëni një kritik ndaj Edi Ramës dhe ju përmendni 25 herë fjalën kritik dhe asnjëherë emrin Edi Rama. Nuk mund të kem një kritik caktuar. E di që është i paprekshëm, e di që është mesia në Shqipëri dhe që ka ardhur të shpëtojë Shqipërinë nga 2013. Por tani minimalisht me që se jeni njëri dhe keni ardhur në kusht tjetër. Me që se keni ardhur. Po nuk jam unë që vlerësoj gabimet e kryeministrit. Po sipas mendimit tënd. Sipas ky është mendimi im, duhet zgjer kritik patjetër, s'kam. S'kam, si t'ja bëj çfarë? Si t'ja bëj çfarë? Po jo, unë kam punuar diku tjetër përpara se të punoj në shtet. Ta thash kam punuar për ambasadë. Po nuk ka. Po prap nga ambasada në shtet. Ka gabime patjetër, çdo kush bën gabime. Është një gabim që ti mendon që kush një gabim që unë mendoj që çfarë? Që ka bërë Edi Rama pra. Deri tani nuk e di. Gabimi kryesor i Edi Ramës është që ka bërë njerëz të korruptuar në qeveri. Po një loj fjalësh. Po fare loj fjalësh, nuk është loj fjalësh, jo. Ti po thua që Edi Rama ka gabimet e veta, por deri tani unë nuk di çfarë gabimi ka bërë. Edi Rama ka gabimet e veta. Ja se do dalim edhe te Sali Berisha. Ne gabon. Po flasim për gabime njerëzore. Flasim për gabimin në politikë. Si kryeminist, ai prap nuk ndan dot kryeministri njëri kryetar partie është i pagabueshëm apo jo? Jo, pra gabon, gjithë gabojnë. Si kryeministër për këtë vend, për Shqipërinë, deri tani. Po patjetër mund të ketë bërë edhe gjëra të gabuara. Çfarë ka bërë? Çfarë ka bërë gjëra të gabuara, për shkak ka qenë tentativa për armët kimike, që ka pasur një lloj marrëveshje, është tërhequr qeveria mbrapsht. Po dhe bëri marrëveshje me Melonin, në krau tjetër për të bërë kampin. Tani, a nuk është gabimi kryeministrit që ka vënë 40 zëvendës kryeministra të akuzuar nga SPAK gjithashtu të pandehur? Po ju keni kryetar partie. Belinda Balluku dhe Arben Ahmeti. Ju keni kryetar partie. Ku e ke kryetar partie? Sali Berishën, që shkon në detyrim paraqitjen e SPAK. Po. Është për një dhe akuza që është edhe Erion Veliaj, edhe Belinda Balluku që kompleksin partizani nëse nuk jeni në dieni. Po. Ja ca shumë akuza ka. Po, vetëm për ish kompleksin partizani. Është çik në grada pa dashje nga. Ku keni magjistarin tuaj të ishte në gradë. Pra, Sali Berisha nuk është akuzuar për 50 milionë euro, pra nuk bërë Sali Berisha këtu, por me qenë se nxorët e Sali Berisha, po flasim duke të përmendur dhe problemet e qeverisë. Nuk është akuzuar për 50 milionë euro në tunelin Llogaras, nuk është akuzuar për rrugën Qafë Ploç
qef ploq librazht, nuk është akuzuar për të gjitha aferat korruptive dhe nuk ka pasur Sali Berisha dhe Partia Demokratike asnjë ministër dhe zëvendës komuniste të burgosur. Ku keni gjyqtarët edhe prokurorët? Jo, gjyqtarët dhe prokurorët nuk i kanë partitë politike, nëse nuk e di sistemi i drejtësisë është i pavarur. Po flasim tani. Desata, ndalo te gabimi që ti e mendon dhe kritika që kemi marrë këtu. Lutem, e përfunduam kohën. Desata. Tani, gabime patjetër që kemi si parti, se ndoshta këto gabime na kanë mbajtur edhe në opozit, po të kishim vepruar më mirë dhe po të kishim frymzuar më shumë njerëzit, popullin, mund të ishim në pushtet, por patjetër nuk do të thënë që është vetëm ky faj i opozitës, sepse mekanizmat që ka përdorur pushteti nuk e kanë lejuar këtë gjë. Ne kemi faj gjithmonë. Një gabim dhe diçka që partia Ne fajtor sa ty ikën trin vi nga ne. Ne jemi fajtor për gjithë. Diçka që partia je shumë i ri për mos ta pranu këtë gjë. Dhe ai di se fajin e ka Saliu. 12 vite fajin e ka Saliu. Gjithë të rinin nga vendi. Si mund thush s'ka asgjë gabim. Që jemi 4 të rinë, më shqetëson që jemi 4 të rinë. Absurde për trafikun, tani janë të tik rinia, ti thu trafiku. Unë jam shumë e shqetësuar. Është problem real, patjetër që është problem real. Them drejtën vjen shumë keq dhe ndihem shumë e keqardhur për faktin që ti ke guximin dhe ke kurajën që dalësh këtu para nesh dhe para gjithë publiku që po të ndjek dhe të thuash se Edi Rama është i pagabuar. Jo, nuk po ka pramin. Shiko, unë prami mund ta kap në çdo moment në çdo publikun, ti profesor i nin, profesor publiku. Tash po tepër Partitë Demokratike. Kam dalë për përfaqësuar i nin, por na ndjek një publik dhe ne kemi të drejtë. Ne kemi të drejtë që të japim shpjegim atyre dhe mendoj që sinqerisht nuk e di se pse ke këtë guxim dhe nuk e di se a do të vinë ndonjëherë turp kur fëmijët e tu të shikojnë se si ti ke jo, më vjen shumë keq sepse ne nuk do jemi gjithmonë 20 vjeçar. Ne nuk do jemi gjithmonë 20 vjeçar dhe ne kur të rritemi dhe të jemi në pozicione të ndryshme, në punë të ndryshme, në gjitha jetën tonë që ne kemi ndërtuar dhe fëmijët tanë të shikojnë se si ne kemi mbrojtur njerëz të cilët na kanë larguar rinin nga ky vend, njerëz të cilët nuk kanë bërë asgjë për arsimin, se si mbrojnë pa dinjitet njerëz të cilët e kanë shkatruar vendin, kanë larguar rinin shqiptare, nuk kanë bërë asgjë për arsimin, për ekonominë. Këto ligjet apo flisni kështu? I shikoj ligjet dhe të gjitha. Dhe nuk e kuptoj me çfarë guximi del ti këtu para dhe mbrojnë ata. Kjo është të turshme, të paktën thuaj, të paktën pranoje, thuaj janë gabim dhe mund të përmirësohemi, por jo të thuash që është e pagabueshme. Kush thash është pagabueshme? Kur thash? Ti the për Ramën. Ti the. Thash nuk e vlerësoj dot unë çka gabimë shumë këtë si kryeminist, po për që ka ta vlerësosh. Ti s'ke guxim sepse tjetër mendon dhe tjetër shprehësh. Dhe kjo është pra demokracia që ne duhet të kemi, që ne si të rinë, sepse në momentin që partia që të ka vendosur ty në atë pozicion, të ka marrë dinjitetin, në momentin që ti nuk ke guximin të flasësh për gabimet që ka partia juaj. Në atë pozicion që jeni ju. Dakor? Me që të dalim tani te tema. Problemet që ka Partia Demokratike. Ti bëre disa akuza gjergjit dhe sigurisht ai do t'i japë një përgjigje. Mund ta kalosh përgjigju. E para njëherë mos deformo fjalët që them unë. Jo, e deformova. Sepse ti nuk deformova asnjë fjalë që ju that. Unë të pyeta, ka Edi Rama ndonjë gabim dhe ju më that mund të kenë ndonjë gabim, por nuk e di. Se vlerësoni dot ju. Po, nuk e kam takën nuk e vlerësoj, nuk e vlerësoj dot. Nuk jam. Unë prandaj jam sekretar i shkretit. Ti isha për ministër, do isha pak më. Unë prandaj jam. Ti vlerësoj si një jurist. Berisha i